E nderuara familje e Bashkën Vatosit, familje Vatosi, kryesuse e kuvendit, nënkryetare, ish nënkryetar, zyrtar komunal, drejtoresh e QKMF-s, të gjithë ju mjek dhe infermier, kolegët e Bashkën Vatosit, qytetarët e ushtrisë, të gjithë ju të pranishëm, që keni ardhur sot për të nderuar jetën dhe veprën e doktor Bashkën Vatosit në këtë akademi të cilën një cila në viti të gjithëve vdekja e hershme e doktorit në preku thellë. Po të fatin ju të mirë që gjatë mandatit tim të mbaj 2 akademi për më të dashurit e familjes Vatosi, për më të dashurit tonë, për miqtë tonë, për Agim Vatosin dhe jo larg e pas ka pas tash edhe doktor Bashkën Vatosi. Doktor i cili shërbeu qytetarëve me humanizëm, ishte shumë solidar. Pata fatin të bashkërrugtoj me te për shumë vite të njihemi si miq. Na deshti shumë, na respektoj shumë, e deshtem dhe respektojmë shumë. Ishte shumë i dashur, ishte shumë i afërt, ishte shumë solidar. Deshti edhe sportin e shahut, kemi lujt shumë me te, ishte shumë i zvetshëm, shumë inteligjent. Kemi kalu ku shumë me te, por ja që vdekja e parakoshme e mori, është vendim i Zotit dhe atë do të pranojmë ashtu. Çka na mbetet në kujtesën tonë, miqësia, shoqëria me te, kemi vetëm kujtimet mira. Familje Vatosi, ju e humbet me të dashurin tuaj, por do t'ju jetë krenaria sepse doktor Bashkimi la shumë miq dhe shok. Ju la shumë miq dhe shok juve që ti trashëgoni ata dhe ne do të jemi pranë juve. Edhe sot do të ndajmë dhimbjen me juve. Edhe ne kemi dhimbje të thellë, sepse kjo vdekje na erdhi e papritur, na goditi rënd, por ajo që la trashëgimi duhet ju mbaj krenar juve të gjithëve. Andaj, me lejoni që në emër të komunës së Ushtrisë, familje nderuar Vatosi, t'ju shpreh ngushëllimet e mia më të thella